Tani, ka qenë gjithçka kaq bukur, kaq fush me lule, a ka patur edhe qytetarë të cilët ndoshta edhe mund të kenë shprehur dhe irritimin e tyre, zemërimin me Partinë Socialiste. Ju nuk keni ndonjë mëkat politike Lira, sepse ju tashmë jeni bërë pjesë e familjes së madhe të socialistëve të Shqipërisë, por Partia Socialiste është në pushtet prej 12 vitesh, kërkon mandatin e 4, kështu që si jeni gjendur ju përballë këtij zemërimi, për premtime të pambajtura? E përgjithshme e fushatës time ka qenë një rrugtim, siç u përshkruar, me shumë bresa dhe shumë emocion, me shumë besim të ndërsjellët. Dhe gjykoj që njerëzit duan figurat e reja dhe besoj që prezenca e figurave të reja i mbush ata me shpresë dhe me besim rishtazi. Figurat të reja në një parti të vjetër. Figurat të reja. Kam parë që njerëzit kanë pak kënaqësi ndaj individëve të posaçëm, qoftë nga premtime të pambajtura, por për mua ka qenë vlerësim i veçantë fakti që këto pakënaqësi nuk më janë adresuar në mënyrë personale. Patjetër që ka pakënaqësi, ka gjëra që duhen rregulluar dhe ka gjëra që janë për të korrigjuar dhe ka shumë për të bërë, por unë sot arriti ndaj ato elektoratin në dy kategori. Grupmoshat e reja të cilët priren të shikojnë kandidatin si individ, dhe grupmoshat e vjetra të cilat janë shumë të apasionuar pas logos dhe partisë tyre, dhe për ta kandidatët janë thjesht ato energjitë që vinë për ta fuqizuar. Ty si të kam parë, si të ndarë nga Partia Socialiste, si të veçuar deri diku? Jo, absolutisht jo, përkundra, kjo ka qenë ajo pjesa e bukur që unë kam përjetuar si Edlira, sepse ka qenë një surprizë e bukur prezenca ime dhe për ata, po dhe për mua ka qenë një surprizë e bukur shprehia, mënyra se si ma kanë deklaruar afirmimin dhe konfirmimin tim aty. A ka patur, domethënë në këto takime të shumta që ke zhvilluar përgjatë këtij muaji, a ka patur dhe nga ata qytetarë të cilët ta kanë thënë troç, hapur, Partia Socialiste nuk ka mbajtur këtë premtim, përse duhet ta votojmë, etj. Nuk kemi gjë me Edlira Dyrmishi, por e kemi me Edi Rama, për shembull. Qytetarët janë të lirë, dhe e bukura e fushatës, edhe misioni i fushatës, është që ti t'jesh aty për t'i dëgjuar dhe për t'u shprehur qytetarët, dhe në momentin që ky komunikim i ndërsjellët arrin të ulet, po themi, me këmbë në tokë, mendoj që kjo është benefiti përbashkët për dyja palët, edhe për qytetarët që në fund fare të adresojnë problematikën e tyre, edhe shgënjimet, edhe lëndimet që mund të kenë, po nga ana tjetër edhe për Partinë Socialiste për ta marrë ashtu të pastër realitetin e qytetarëve, se ndoshta ajo gjithmonë shkon realiteti deri tek njerëzit kompetent. Për shembull, cilat kanë qenë shqetësimet kryesore të shqiptarëve, të qytetarëve të Tiranës në këto takime? Fushata ime elektorale, duke qenë që ka qenë e fokusuar tek njësia numër 5, që është një njësi shumë e madhe në Tiranë, kryesisht pjesa e moshave të treta, pjesa për jo dëshirën, por nevojën për të rritur asistencat sociale, mbështetjen sociale. Njësia numër 5 kërkon dhe ka nevojë realisht që të ketë më shumë qendra shëndetësore, një shkollë më tepër. Është kjo pjesa që ka të bëjë me anën shoqërore, me po them impaktin social aty që ka nevojë për të bërë më shumë dhe për të korrigjuar. Dhe besoj që në këtë mandat Partia Socialiste e ka të gjithë motivimin dhe mjetet për të bërë më shumë. Kur premtimi i kësaj fushate është Shqipëria Europiane, brenda 2030-s, pasaporta europiane. Tani, sa e vështirë apo sa e thjeshtë ka qenë për ju Edlira që t'u flisin shqiptarëve pikërisht për Shqipërinë Europiane, kur ata mund të kenë probleme të tjera, që mund të jenë më elementare, më jetësore në përditshmërinë e tyre? Po, shiko, Shqipëria Europiane apo pasaporta europiane është një proces, nuk është thjesht një mjet i cili merret edhe mbaron. Është një proces që ka filluar ndër vite, është një proces që do të vazhdojë dhe është një proces për cilin po punohet paralelisht me punët e tjera që Partia Socialiste apo qeveria aktuale është duke zhvilluar dhe do të zhvillojë në mandatin e ardhshëm. Kështu që paralelisht me ato detyrime që janë ndaj qytetarëve, ndaj premtimeve të tjera që janë dhënë dhe po mbahen, paralelisht me të punohet edhe për pasaportën europiane, dhe mos të harrojmë një detaj, që pasaporta europiane në fakt për t'u arritur kërkon arritjen e disa standardeve, dhe këto standarde janë ato që do të shkojnë paralel dhe konform
këtij synimi të madh. Dakor, po si përshtatet ose si vjen ky premtim në realitetin shqiptar? Shqiptarët so mund të kanë probleme